Ledion liqën flet për Big Brother VIP 5, ndërkaq kapet edhe me Gjibanin pas deklaratës së tij, çfarë po ndodh pas Big Brotherit. Big Brother VIP Albania 4 ka përfunduar dhe gjesti është shpallur fituesi i këtij edicioni, por duket se moderatori i këtij spektakli ka reaguar se nuk do ndalen me kaq. Pas përfundimit në post Big Brother VIP Albania, Ledion Liço ka paralajmëruar që edicionin e 5 të këtij reality show shumë shpejt do ta kemi. Kjo ka çuditur fansat e ka gëzuar pa mas ato, teksa fjalët e Ledionit ishin: "Bashkë do të shihemi edhe në Big Brother 5, që do të vijë së shpejti." Ndryshe, Ledioni ka moderuar 2 edicione e fundit të këtij formati me ftyra të njohura nga showbizi shqiptar, edhe pse kishte deklaruar pak muaj më parë se ky do ishte Big Brother i tij i fundit, gjë që u përfol edhe në media se nuk do të kishte më një edicion tjetër, duke parë edhe shikueshmërinë që ishte ulur nga viti në vit. Teksa Big Brother edicioni 2, ku ishte pjesë Luiz, ishte ndër më të ndjekurit. Megjithatë, Ledionit duket se ka ndërruar mendim pasi hyri në gjestje dhe ngadalë shifrat e Big Brotherit shkuan aty ku duhej. Ai ka premtuar se do të punoj shumë shpejt për të formuar një kast po aq të fortë për vitin tjetër, teksa tha se si fillim do të marrë disa ditë pushimi me familjen e tij. Ledioni ka reaguar ashpër edhe Gjibanit pas deklaratës në post Big Brother VIP, ku diskutuan dinamikat e ngjarjeve më të forta në edicionin e 4. Në një moment kur po diskutoi për shumë plagën që Jozi dha gjestit, reaguan dhe ish banorët, ku në një moment Gjibani është drejtuar laertit me tone të larta, finalist produksioni. Kjo e bëri që të kish një reagim të ashpër nga Ledioni në drejtim të tij, teksa i tha: "Regjia jam unë, regjia nuk vepron nga mendja e vet, i them unë ulni mikrofonat, mos ta dëgjoj më sepse del keq ti me fraza të llojit finalist produksioni, fitues produksioni, është i njëjti që të mori dhe të solli, e i njëjti që të dha mikrofon të flasësh", tha ai. Teksa Gjibani u tërhoq pas kësaj duke thënë: "Unë e quajta finalisti produksionit, më falni sepse desha t'i them diçka, por mua nuk më punonte mikrofoni", tha ndër të tjera Gjibani duke kërkuar ndjes.